regjimi po ecën drejt agonisë. Dhe gjithçka varet nga ne, nga opozita shqiptare. Gjithçka varet nga kryengritja jonë paqësore që s'duhet të ndalet kur gjerë në përmbysjen e Edi Ramës. Pikrisht në këtë kuadër, ne thirrëm protestën tjetër me datën 10, më fali, ditën e martë me datën 10 shkurt, në mënyrë që të marrim dhe njëherë paralajmërimin në serios për largimin e tyre nga pushteti. Edi Rama të bëjë ç'të dojë, mrapa diellit të shkoj, shpres nuk ka, do shkoj aty ku e ka vendin, aty ku e kanë vendin hajdutët dhe kriminalët që qeverisin një vend mbi baza me lidhje të forta me kartelet e drogës, krimin dhe farsë elektorale.